Mungesa e fuqisë punëtore vijon të mbetet një nga problemet më të mëdha për fermerët e juglindjes së vendit, veçanërisht në këtë periudhë ku nis sezoni i vjeljes së prodhimeve në pemtari dhe dru frutore. Sipas fermerit Ferdinand Ali nga fshati Dvoran, situata është përkeqësuar vitet e fundit për shkak të largimit të punëtorëve drejt Greqisë. Sepse edhe kjo fuqi që punëtori që është e lirë në fshat emigrojnë në vendi fqinjë, duke ditur që në Greqi ka në kërkesat të lartë për fuqi punëtore dhe pagesa është më lartë. Fermeri thotë se rritja e vazhdueshme e çmimeve të inputeve bujqësore, plerave kimike dhe naftës ka sjellë një rritje të ndjeshme të kostove të prodhimit. Me fjalë faktori kryesor për rënien e interesit tek prodhuesit ose të rritjeve të ardhurave në fermë është faktori i ngritjes së çmimeve të inputeve bujqësore, të karburantëve, prodhimi vendas dhe me një kosto shumë të lartë. Edhe eksperti i bujqësisë Ylber Bylukbashi pohon se gjatë kësaj periudhe fermerët grek tërheqin një numër të madh punëtorësh nga juglindja. Atje shkojnë për një periudhë 3 mujore dhe janë të punësuar në një pronar, kurse këtu në neve, duke qenë ferma e vogël, fermeri do ta mbaj 4-5 ditë aq sa ka punë dhe pastaj punëtori është i detyruar të kërkojë në një vend tjetër. Sipas tij, një tjetër faktor që favorizon largimin e punëtorëve është siguria më e madhe e punësimit tek fermerët e vendit fqinj. Duke patur mungesë të madhe fuqisë punëtore, Greqia e ka rritur merokamën, paguan rreth 60 euro në ditë për punëtorin, kurse ne e kemi me 30-35. Dhe kjo për arsye sepse ne jemi ferma të vogla, nuk subvencionohemi si subvencionohen grekët, njëkohësisht ata janë edhe të siguruar me kulturat bujqësore. Mungesa e fuqisë punëtore nuk po ndihet vetëm në sektorin e bujqësisë. Të njëjtin problem kanë edhe bizneset e hotelerisë, baret dhe restorantet. Sipas operatorëve, largimet drejt Greqisë, por edhe drejt qyteteve bregdetare të vendit ku ofrohen paga më të larta gjatë sezonit kanë vështirësuar ndjeshëm gjetjen e punonjësve në juglindje.